Mua më kështë marrë malli shumë për këtë këngën, u bë ca kopa e dëgjuar me thënë drejtën. Ju masi nuk ju kështë marrë malli fare për Fandej, po shpresoj që të paktën të qëndroni me dëshirë të madhe në këtë 2 orë që ne sjellim në vijim. Këtë pjesën e Eduard Prokitive dhe Zhurmës edhe mund ta kishim evituar në hyrje të Fandej, po s'ka probleme. Qëse edhe kënga thotë Don't you worry child dhe ju merrni gjërat pa shqetësime dhe jo shumë seriozisht, sa më shumë seriozisht i merrni më keq do ndiheni, kështu që me gallat, me qetësi dhe me shumë dashuri çdo gjë shkon në vendin e vet. Mirë se erdhët në Fandej dhe për ditën e sotme kemi shumë gjëra interesante për të sjell. Yle la një 2 orë çfarë nuk do bëjmë, domethënë do merrem me çfarë lloj gjëje që të doni, por në thelb të jetë gjë mirë dhe pozitive. Para një me çfarë është ftohtë tani dhe unë duhet isha në këmbë duke reklamuar shalin, por nuk e bëj dot se kam një çik ftohtë me thënë drejtën, pritje. Okej, kjo është shumë i madh, kjo mjafton. Se prandaj do flasim edhe për gocat dhe problemet që kanë gocat tani në këtë periudhën e ftohtit. Duke filluar nga buzët, nga flokët e të tjerë. Kemi një hot of the day nga një personazh gocë e re në muzikë, po ta mendojmë kështu nga mosha, ama shumë e talentuar që ka patur me herë të produksion shumë suksesshëm si ishte Gold. Do ta risjellim kështu me këngën e saj më të fundit që prezumohet të jetë dhe në fakt është kënga më e re dhe hot of the day ditës së sotme. Sikundër Zot Mërkur edhe sot kemi se besoj të mërkurën jemi, nëse nuk ka fuskos gjithmonë. Kemi Life is Better with Friends, një insert i përgatitur me shumë dashuri nga Redi Roshi, i cili kësaj here ka në fokus matet se për çfarë do të na zbuloj, do ta shohim edhe këtë pak më vonë këtu në Fandej. Janë komentet tuaja që e bën gjithmonë më aktive dhe më të këndshme. Jo vetëm një pjesë të mirë të Fandej, po edhe të gjitha rrjetet tona sociale. Kështu që e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk ka kuptim nëse ne nisim Fandej pa një parakalim sensual, po shumë sensual të strishave tani që fillon aty larg serbes. Ju jeni një like larg për të qenë in for life, një follow larg, një tweet larg etj. Çka dua të them, ne mund të jemi non-stop bashkë në rrjetet sociale, për shembull në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. E meqense jemi tek website-i, që mos e harroj më vonë, po e them që tani duhet votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare, është shumë e thjeshtë, intv.al/top 10, jepini një vot për këngën e produksionin më të preferuar shqiptar sipas mendimit tuaj, edhe të shtunë, të dielën, në fakt ne takojmë në radio në 10 mëngjesit, me 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë në 105.7, sikundër të premte ne sillim këtu top listën e këngëve më të mira të kësaj jave, do të shohim kush do të jetë në vend të parë për javën që do të vijë. Më filloi koka nga gjithë kjo zhurmë. Jam e sigurt që më vonë Gjula ka menduar një këngë shumë romantike, kështu që sillim këngën e parë dhe filloi Fandej. Se mbase nuk ju thash, një tjetër gjë shumë interesante që do të ndjekim sot në Fandej është ka të bëjë edhe me një top 5 shumë pikant, ku në fokus janë 5 shoqërit më të famshme të showbizit që i shohim gjithmonë bashkë dhe e shesin historinë e tyre si një ndër mitësit më të vërteta që gëzojmë dhe ekzistojnë në showbizin shqiptar. Mund ta keni vënë re këto edhe në rrjetet sociale të tyre apo edhe në portale, po se kush janë këto 5 dyshet më interesante dhe me një shoqëri të vërtet, do t'i zbuloj më vonë, i them këto që trim kështu në suspance sipër. Tani, gëzuar ditëlindje një herë kushdo që feston sot, veç gjëra të bukura paçi. Unë nuk i kam qejf ditëlindjet në dimër sepse nuk mund të veshësh një fustan me forma dhe me shalët jashtë, kjo është shumë e vërtet, po varet se si feston. A është vërtet që njerëzit që lindin në nëntor dhe në dhjetor janë të ftohtë, si mendoni ju? Mos mendoj, unë kam lindur tetor, nuk s'ma të mendje, t'jem si stina e tetorit. Pavarësisht se nëntori, si muaji tetor, pavarësisht se nëntori nuk është se e kam shumë qejf. Tani, priti gjej pak ditëlindje që festohen sot. Okej, jemi tek një vajzë shumë seksi, shumë e bukur që e ka bërë Justin Bieber të njohur. Justin Bieber ka një fiksim tjetër. Vetë bën këngë dhe produksione të famshme, bën dhe të dashurat, i bën shumë të famshme edhe këto. Po flasim për Cindy Kimberly, u bë e njohur vetë se Justin postoi një foto në Instagram ku pyeti kush është kjo goca kaq e bukur. Ajo ka festuar kështu 18 vjetorin, sa e vogël.
Edhe ka festuar 18 dhjetorin 2 tani, sepse është në pritje të një fëmije. Ne kemi dhe një foto të Cindy Kimberly, që është tepër e bukur, e ka thënë dhe Justin Bieber, pse mos e themi dhe ne. Në këtë 18 dhjetore erdhi shtatzan duke bërë një lajm të madh mediatik, edhe nuk është me Justin Bieber nëse keni menduar të dyshuar këtë fundit. Ja kush është bukuroshja që Justin u çmend pas saj, edhe ai tipi që është babai i fëmijës me siguri është çmendur. Nëse kalojmë kështu në territorin shqiptar dhe në showbizin shqiptar është dhurata Ameta, e cila feston 24 dhjetorin në këtë ditë. E kushdo nga fan lover që feston, ne përshëndesim i dërgojmë shumë puthje direkt nga Fan Day, në cilën Beyoncé. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel calm. Tani që Tyga mund të bëhet baba, nga titulli i këngës One of One, duhet ta ketë 1+1+1, se janë për 3 tani, më nuk janë 2, ose të paktën kështu mendohet. Lajmi mirë, e mërkura nisi xham fare, duke gëzuar gjithë që Kylie është shtatzan. U kënaqur me të drejtën. Di shkojmë tani apo nuk shkojmë kur lind, edhe thuhen këto urimet praktikisht. Ky është lajmi më i qarkulluar aktualisht, ai takon familjes më të famshme në këtë botë, që është Kardashian. Çdo ditë nga një çudi nga kjo familje, këtë e kemi sqaruar dhe kemi thënë, dhe unë gjithmonë shqetësohem dhe nuk mos dëgjojmë në darkë nëse nga Kardashian nuk ka ndonjë çudi të ndodhur. Vërdall, kjo është më se e sigurt. Tani është Kylie, është 19 vjeçaria, sulmuar shpeshherë për buzë të bëra, për hundën e bërë, për mocat e bëra, për histori të komplikuara që ka patur me Tygën, që prezumohet të jenë në pritje të një fëmie. A u kam thënë që këtë këngën e kam shumë qejf të Tygës One of One, dhe kam filluar ta kem qejf tani ku edhe Tyga nuk e do më, se u bë ca kohë që e ka sjell dhe ka pjesë të tregut muzikor. Gjithsesi, do ta fokusojmë vëmendjen diku tjetër. Prej 2 ditësh tani më, një ditë e ca në fakt, ka shpërthyer lajmi që Kylie mund të jetë shtatzan. Është vetëm 19 vjeç e tëra dhe e bëra, ama është parë që ka bërë vizita të shpeshta në zyrën e ginekologës, ku ka ndjekur kështu gjatë periudhës së shtatzanisë edhe 2 motrat më të mëdha siç është Kim apo Khloe Kardashian. Kështu kanë filluar gjithë mediat duke marrë informacion nga burimet e afërta dhe duke menduar që Kylie është shtatzan. Këtë lajmin më në detaje, më saktë, edhe me foto ku Kylie del para pasqyrës, me rroba shumë të vogla, minimaliste, se nuk i ka qef rrobat që janë shumë mëdha dhe del shumë mbuluar. E keni edhe në një TV Pikal, kështu që mund të shkoni aty të lexoni shtatzaninë e kësaj, shtatzaninë e asaj, martesën e tjetrit dhe çdo gjë tjetër. Mirë, nëse është i vërtet lajmi, kam idenë Kylie do të di mirë si të sillet si një mama, sepse është kujdesur edhe për çunin e Tygës më herët, ose e ka marrë thjesht për bërë ca foto, nuk e dim tani, po shpresojmë të kemi lajme të mira edhe nga kjo situatë. Okej, shoh pak unë mesazhin që më ka sjell. Ndërkohë kënga që do sjellim tani është e Maroon 5, The One and Know, që është pritur mjaft mirë, një këngë shumë pozitive dhe e këndshme. Pak ditë më parë unë pash një postim shumë të këndshëm që Maroon 5 kishte bërë së bashku me gocën Dusty Rose dhe me Beatin. Ishin në det, kështu duke shijuar detin e tjerë. Ne nuk shijojmë dot detin, se jemi pak larg, nuk shijojmë dot as Adam Levine kështu i tërë i bëri, po e shijojmë si një Pokémon Go që vjen tani në këngën më të fundit. Unë e kam patur shumë shef këtë këngën, edhe momenti është, domethënë, sikur me gjithë, kam ide dhe me mua do që fiksohem me një këngë të mëngjes, drek, dark, edhe mes vakteve, para buke, pas buke, po problemi qëndron që pastaj ja harroj, vetëm kur kujtoj them, po unë e kam patur shumë qef të këngën. E kur i kam dëgjuar Kiarës në një version live të kësaj, se mendoja, mirë, kjo nuk bëhet si zë tipike e jona, që dyshojmë për çdo gjë, tash na mos e ka kush di e ka bërë playback, se s'ka mundësi ta këndoj live. Jo, këndonte live, aty merri të vras veten, kështu direkt, kur e pash se sa bukur dhe sa e sillte identik siç është në këtë versionin që prezumohet të ketë ato efektet, ato zbukurime që i bëjnë çdo lloj këngë tani, se edhe mami mund ta bëjë një këngë shumë mirë me këto programime dhe procesorët e fundit. Tani, Kiara është bërë njohur për publikun me këtë zërin gati ëngjëllor tek ky produksion që ne po dëgjojmë në sfond. Ishte një single që pati një sukses maramëndës, i ardhur në 2013 dhe që për këtë vit në fakt Kiara merret profesionalisht me muzikën. Produksioni i saj i parë, që ishte Gold, mori një vëmendje të madhe mediatike nga mënyra dhe nga timbri i saj veçantë dhe nga mënyra veçantë si e trajtonte vetë Kiara këngën. E nëse flasim produksionin e saj të dytë, le të themi që e bën një pushim të mirë dhe të mirëfillt për ta sjellë këtë të dytin. Titulli është Fields, kështu quhet paktën, gjithmonë qëndron në ujërat e saj dhe po në këtë version interesante se dhe këtë produksion. Pritet që të jetë një tjetër sukses i Kiarës më së i merituar, qëndron në po të njëjtin stil, kështu që ne me të gjithë merita, madje nëse Kiara don edhe me duar trokitjen, ne e sillim sot si Hot of the Day në Fan Day, e shohim. Po flasim për destinacionin më in sipas mendimit tuaj, kush është
destinacioni më i një momenti që me ziprisni të shkoni të rinit do knaqeshi. Tani me thënë drejtë më sa mbyll syt me vincat. Për të byrek, kjo është më se sigur, një xhak do ishte ideale, ca gështenja, po jo ti pjek vetë se unë digjem përvillohem gjithandej. Ose një CD me gjithë këngët e Enrique sa që në sfond, e vetëm do më pëlqente shumë tisha me thënë drejtën. Gjithsesi Aureli mendon ndryshe për shembull. Kështu po lexojmë gjithë komentet që ju keni bërë në Facebook, në TV Benja, kush është destinacioni më i një momenti sipas mendimit tuaj. Aureli thotë është puna dhe qesh me lod normalisht. Mos e sigurt që do qeshte. Eni Dona thotë në këto ditë të ftohta, destinacioni më i është shtëpia ime e ngrohtë, duke pirë një çaj të ngrohtë sigurisht duke parë Fun Day. Ajra thotë Saranda, Behije thot Tirana dhe shkolla, Klea Pepa thot pasi të vës është Belçi, po i kushtohet shumë vëmendje. Ina Ani thot Vlora, Sandra thot Elbasani Tirana, Elsa thot Brezovica, me qëra fjala, unë e sugjeroj shumë Brezovicën se isha dhe u knaqe me të vërtet shumë. Sara Hoxha thot për mua është Kosova, Alex thot INTV, pastaj është Kuqova, Klevita thot Valbona, ka përshtypjen do thani ftohtit në Valbon. Vilma thot normalisht INTV, Fatmush sot është shumë mirë, përshëndes shumë. Fationa thot shtëpia jote, bujrum Fationa nëse ditë bësh byrek, mirë se të vish. Dritjeta thot haj loq, osa qef. Destinacioni më i është INTV sigurisht. Përshja puthje për të gjithë stafin thot kur ka me ardhë Kina, me gjotë si atë gjithë Kina këtu. Shumë thot se dua që të vitë, lutem merre sa më shpejt. Unë të kam thënë që Kida është super e ftuar, thjesht po gjejmë oraret më të përshtatshme. Laerti thot Lushnja, po dhe Baçi nuk mbetet pas. Valbona thot Ina, Reni thot në verë është padyshim Saranda. Po në verë të gjithë e gjejmë nga një destinacion, nga një copë zë pishire, tjerë po në divër, po mendojmë kush është destinacioni që nuk do ta ndryshonit për asgjë në botë dhe mendoni që është më in, që të ne të kemi në ide se erdhi fundjava tani të dimë çfarë të bëjmë apo të rrim në shtëpi se është periudhë gripi etj. Por këto që tani është në shtëpi, është përpara INTV Benja dhe po shikon Fun Day, e para po bën shumë mirë dhe e dyta të përshëndesim me këtë këngën. Për shembull, unë edhe mund ta bëja një cover të këngës së Justin Bieber. E para në dush ku mos kishte as komshi vërdall. Mirë më njerëz në shtëpinë time, dhe dyta do ishte herë fundi që këndoj ose që më gjoj njerëz duke kënduar. Gjithsesi ka shumë djemë dhe vajza që me vërtet janë talentuar për ta bërë këtë. E për sa kohë diçka e bën me dashuri, punë e madhe ajo pëlqen si pëlqen tjerëve, si ka që ti ta bësh me dashuri dhe me dashuri të madhe, madje. Eriola është një tjetër follower që i shtohet sot listës tonë, kështu që i dërgojmë shumë puthje Eriolës që na ka shkruar. E ka nisur kështu një cover song ku në fokus ka këngën më të fundit që ka bërë bashkë për herë të parë Gjensilën dhe Kidën, Baby. Në fakt kjo është një këngë e pritur shumë mirë, tani më i ka bërë 1 milion klikime, nisur nga fakti që ka shumë pak ditë që është lançuar. Një produksion ku i këndon një dashurie, ku goca duken vetë si binjake, shumë të bukur dhe një këngë që po pritet gjithmonë më mirë dhe po dëgjohet gjithmonë më shumë. Këtë e tregon edhe vetë Eriola me dashamirësi të madhe ka bërë një cover song të këngës më të fundit të Kidës dhe Gjensilës, Baby, diçka e tillë është titulli. Por që se unë po them titulli filloj këndoj dhe këngën. Ne do të ndjekim tani se si Eriola e ka kënduar këtë këngë, e shohim. Që mes neve ka ndodh, u kon fajot, po fajot, u kon, unë kam thënë jemi, mat mirë se tjetë, babe, na jemi, it was your fault që nas jemi, halaba, so don't forget it, shumë mirë e din ti, unë e qfare jam, s'kam gjatë bojë nëse ti skupton, qata që ti s'mun me pas, unë e kom qështi keme nuk se u kon, I didn't wanna let you go, but we gotta know that life goes on, baby, on. Oh, baby, E përshëndesim shumë Eriolën edhe unë kuptova një pjesë të mirë të tekstit me thënë drejtën nga mënyra se si e këndonte Eriola. Okej, të gjithë ju që keni një këngë tuaj të preferuar në kokë që e këndoni non-stop, thjesht mjafton ta xhironi me smartphone-in tuaj, me çfarë fjala unë dje kam thyer telefonin nga nervat, po nëse kjo është çështje tjetër. Edhe mund na nisni në emailin ton funday@intv.al ku është 321 bau, erdhi. funday@intv.al mund na nisni çdo cover song që bëni me qefin tuaj apo një video fani për shkak kur jeni me nervat dhe thyeni telefonin
xhirojeni me telefonin e shoqës dhe na e nisni. Diçka fani që e përgatisni një surprizë për shoqën shokun, ku dëgjon çfarë do gjë që duket në vërtet fani. Dhe që qëndrohen Fandej dhe doni ta ndani me të gjithë ato që ndjekin dhe shikojnë Fandej, mirë se vini, mjafton ta shkruani në fandej@tintov.al. Tani çpata që e hodha ashtu telefonin se s'mbaj mend këngën, e shohim bashkë. Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm Është momenti për Bukuroshin Albi. Ju pëlqen, si pëlqen, do ta shohim tani Bukuroshin Albi patjetër. Përveç Bukuroshit Albit është edhe një tjetër super bukuroshe për mua që të gocat më të bukur që ekziston në Shqipëri. Është ose të paktën ky është perceptimi im personal është Jonida Vokshi, pa diskutim. Një film shqiptar me regjinë e Erion Bubullimës që ne kemi shumë xhan dhe e përshëndesim, vjen tani më në kinemat shqiptare. Bëhet fjalë për 7 ditë, ku është një komedi romantike le të themi, ku Jonitës i duhet të gjej burrin për 7 ditë. E lën moment fundit i dashuri, kush është Kubdallaj, nuk e di. Edhe për ka 7 ditë kohë që të gjejë një të dashur e t'ua prezantoj familjes dhe prindrëve. Ka qenë në Kinema Millennium këtë të premte, kam iden premiera e këtij filmi, ku kanë organizuar kështu edhe një ceremoni të vogël për ta prezantuar filmin. Ka qenë dhe Albi, ndërkohë veç protagonistës që është Jonida Vokshi, pjesë e kastit është Niada Salias, ja po edhe Ermal Mamaçi e shumë të tjerë. Personazhet që kanë qenë në Kinema Millennium ku është faqe për herë të parë filmi, çka ka ndodhur, çfarë ka thënë Jonida për kamerat e Intov e të tjerë dhe sa i bukur duket Albi, ne e shohim tani. Komedi romantike kemi parë plot, por komedi romantike shqiptare kemi parë pak. Një ndër to është 7 ditë, një komedi e cila vjen në regjinë e Erion Bubullimës dhe skenar të Gens Përmetit. Sigurisht, protagoniste është Jonida Vokshi, e cila do të na tregojë në 7 ditë rrugtimin e një femre, një rrugtim mjaft interesant që do të zbuloni më tepër në këtë In Report me mua Albin. Erion, në 7 ditë pam udhëtimin e një femre, nga një femër e mbytur nga mentaliteti shqiptar, një femër të çliruar nga mentaliteti shqiptar. Si të lindi kjo ide? Po le të themi që nuk është vetëm mbytja dhe çlirimi thelbi kryesor i filmit, sepse bëhet shumë dramatik pastaj. Kjo është një komedi romantike, është një situatë që i ndodh kujtdo dhe gjatë gjithë kohës mundohet që nëpërmjet kapërcimit të këtyre situatave të sikletshme të krijojë komicitet. Thjesht kaq është, domethënë nuk duam që të gjykojmë mbi shoqërinë shqiptare, të paktën jo sot, jo me këtë film. Jam këtu me protagonistën kryesore, Jonida Vokshin, ose ndryshe Lana. Tani do të themi Lana. Po nuk do ishte keq. Nëse filmi ka patur sukses, preferoj që të quajmë Lana, që këtë tutja. Jonida, një rol shumë i bukur, një komedi romantike, por ishte si kishte nota humori brenda. Edhe nota dramatike. Sepse përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm, femra që del nga mentaliteti shqiptar. Në fakt, vepra ka disa mesazhe shumë të spikatura, por ideja është që pavarësisht se pjesë e këtij mentaliteti, në fund përcillet mesazhi që le ta anashkalojmë edhe preferoj të shkonte vetëm të priste prindrit në aeroport. Sa e vështirë është të luash një rol të tillë, duke qenë se shumë femra shqiptare gjejnë veten në këtë personazh tënd? Në fakt, edhe mbasi për shkak të profesionit që unë kam, mund të jem një ndër ato femra, sikurse janë edhe kolegët e mia që kanë përshtypjen e bëjmë diferencën, pasi nuk është se mund të jemi edhe aq shumë pjesë e këtij mentaliteti që mbase të kemi maksimalisht stresin e të gjendurit bashkëshortit apo të prindërve. Megjithatë, unë në këtë realitet jetoj, kështu që aq sa ishte e vështirë, aq e pata dhe të thjeshtë. Jonida vet ka pasur në jetën e saj personale situata si ato të Lanës? Jo, për arsyen që asnjëherë nuk ka vendosur deri më tani të martohet. Po, lidhje ka patur edhe ndarje, por kam përshtypjen që në moment që nuk hyn martesa, në moment që nuk hyn familjarët, në moment që nuk hyn një datë që duhet caktuar për të mbledhur fisin, sikurse shpesh përmendej xhaxhallarët apo këto, nuk është kaq dramatike, që kalon. Një mesazh për gjitha vajzat që na ndjekin sigurisht, ti si Lana, jo si Jonida, por si Lana. Për çdo vajzë të vendosi vetë dhe të bëj atë që ndjen të bëj, pa marrë parasysh mentalitetin apo atë çka të tjerët mendojnë. Gens urime për skenarin ishte i papar, sepse do ta themi papar, duke qenë se edhe fjalët e përdora vetë skenari ishin shumë të përditshme, shumë të prekshme. Po kam përshtypjen që sot historitë që ne xhirojmë ose që i sjellim pranë ekranit madh ka nevojë për atë linguzhin e përditshëm që
që të gjithë të rinj, të reja, mosat e mesme apo të qoftë edhe ato të moshës tretë, të jenë të mësuar, nuk mund të jenë më me atë gjuhën e ngurtë, të drujt ose që është pak patetike. Genci, kush ka qenë batuta më e vështirë që është dashur t'i përshtatin aktorët? Them drejtën, dy nga personazhet duhet të flisin me dialektin Tiranës. Ndoshta më e vështira, të cilën nuk arritën ta thonin, ishte që një gjë, se duke qenë se ne meshkujt jemi gjuetar, ne femrat janë preja, do të me bazu rregullave dhe nëse do më matarru me femnat, nuk e thëshin do të matarru me femnat, thëshin nëse do më martu me femnat. Denart, si shkoi premiera? Unë them drejtën, ky ishte roli im i parë si ko-protagonist, edhe kështu që pata një çik emocione në fillim, po shumë pak, pastaj mirë, publiku e priti mirë, duke qenë se publiku e priti mirë, edhe unë lirova pastaj. Fillo ta shijoja. Në fakt i kishte rolin më të vështirë, sepse kishte rolin e një filozofi. Po, një filozofi që pite barë. E vështirë ishte pak në fakt, ka pasur pak vështirësi në ato monologjet e gjata të filozofit. Kemi bërë edhe një zgjidhje teknike që të skena me Jonidën, që jemi në divan, teksti ka qenë i ngjitur i gjithë në tavan. Po vetëm dy aktorë kanë bërë, Marlon Brando dhe unë. Ti që atë kohës filmin, që ke gjëra skenat, ke pirë vërtet bara, apo? Jo, ne kemi pirë duhan, me të dredhur, po ndoshta nga që pija shumë dhe më zinte, realisht. Tashmë jam me Visian Ukcena, i cili luante në film rolin e Erit, ti isha i përzgjedhuri, në fakt ishte zgjidhja e fundit, po në fund fare doli më i fituari. E vërtet, në fakt, një personazh shumë simpatik, e kam dashur që në fillim, ishte një personazh sa komik sa dhe mini modern, si me thënë, sepse shumica çunave trive shqiptar janë në kësaj lloj natyre, domethënë. Janë njerëz që janë të fiksuar pas kompjutrave, përtojnë të bëjnë në këto angazhime me femrat, se janë shumë lodhshme me të thënë drejtën femrat. Në jeta si shkoi premiera dhe a ishte e kënaqur me rezultatin? Absolutisht po. Kur shikon një gjë të cilën ti e ke bërë dhe nuk e di se si është montuar dhe se si ka shkuar gjëja deri në finale, ajo që bëhet në film mbetet për gjithë jetën, ndërsa në teatr, nëse ti e bën premierën në një X nivel, herës tjetër ke mundësi ta përmirësosh edhe ta nxjerrësh në një mënyrë më të mirë. Në jeta ti kishe një rol që shumë vajzat ta gjenin veten, duke qenë se ishte shoqja e ngushtë e personazhit kryesor, Elanës, dhe duhet ta këshilloje gjatë gjithë kohës, duhet ishte ajo që ta mbrojë, si një angjëll mbrojtës në pojza. Është vërtet, shpeshherë meshkujt bëjnë dëme dhe shoqet e ngushta të vajzave rikuperojnë dëmet që bëjnë meshkujt. T'ju bëj një pyetje unë juve nga regjia, a besoni në miqësitë e showbizit? Se ua kam bërë gjithë vipave që më vinë në studio. Se gjithmonë gjykohet që po nuk mund t'jenë miq me njëri tjetrin, se është puna, është xhelozia, është kjo, është ajo e tjerë. Gjithsesi ne shohim shpesh nëpër Instagram dhe s'mora kur një përgjigje nëse jeni kurioz ta dini. Ju që po na ndiqni, nuk piptiu as miza në kufjen time. Nga pyetja e famshme që unë bëra. Gjithsesi shpesh nëpër portale apo ku të tjetër shohim shumë personazhe që postojnë foto me njëri tjetrin, rinë non-stop me njëri tjetrin, çka tregon kështu një miqësi të vërtetë mes tyre. Kush janë 5 personazhe që janë me të vërtetë shok dhe miqësi të vërteta të showbizit? Ne kemi krijuar kështu një 5 sekondë, sillnim foton e parë dhe tregojmë dyshën e parë ku ndajnë një shoqëri të vërtetë njëri tjetrin. Prej shumë vitesh tani më janë a shoqe, a motra, a binjake, është çështje tjetër. Po flasim për Elvana Gjata dhe Jonida Vokshi, secila më e bukur se tjetra, unë di që janë shoqe që në gjimnaz kështu, nuk janë nga këto që e teprojnë me shoqërinë që i shohim 24 orë bashkë, por gjithsesi prej vitesh shkruhet për miqësinë që ekziston mes tyre edhe për ngjashmërinë e madhe që ekziston midis dy bukurosheve. Së dyti, shohim shpesh në rrjetet sociale si të Jonidës ashtu të Rovenës, bëhet fjalë për Jonida Maliqi dhe Rovena Dilo. I shohim shpesh edhe nëpër Tiranë njëra tjetrën, kjo demonstroi kështu një shoqëri të vërtetë prej vitesh tani më e njohur dhe shpesh edhe mediat kanë shkruar për shoqërinë mes tyre. Për të kaluar tek një dyshë super mega e çmendur, po shumë e çmendur, sikundër duket dhe në foto, se cilin më xhan se tjetri i kam, është Niko Komani edhe Roza Lati, të dy janë komplet të çmendur, edhe kjo duket edhe arsyeja sepse janë miq dhe miq shumë të mirë. Ndërsa tjerë janë edhe bashkëpunëtorë, janë miq, prej vitesh i njohin për miqësinë që servirin kundrejt njëri tjetrit. Për të kaluar tek një tjetër dyshë që kohët e fundit po përfitet së tepërmi,
është Cileta dhe Noisy, ku kanë bërë një 1,5 milion këngë bashkë kohët e fundit. Cileta tani më është bërë dhe pjesë e labelit muzikor të Noisy, në sensin është bërë një OTR-se e fundit e shtuar, edhe gjithmonë kanë qenë në vendit mediave për shoqërinë e tyre, ku gjithmonë kanë marrë një të përgjegjësi nga Noisy dhe nga Cileta, që janë miq dhe miq shumë të vërtet. Por ta mbyllur me një dyshë që unë kam shumë të preferuara që të dyja. Tani unë Xhemisheu një dua po vdes për Xhemisheu, me thënë drejtën. Arbanën e do gjithë Shqipëria, nuk është ndonjë gjë e re. Kam shumë simpati për të dyja, Xhemin e kam shumë xhan, edhe e dim që është një ndër miqësit më të këndshme që shohim. Shohim shpesh edhe foto shumë të këndshme të tyre në Instagram, si nga ana Arbanës ashtu edhe nga ana Xhemit, kështu që një duar të kujtje për miqësinë e vërtetë se nuk ka gjë më të mirë se gjesh dikon që tamam pasqyrë jotja edhe thot po për çdo çmenduri dhe budallik që ti ke ndërmend të bësh. Kështu që bëni një mesazh dhe përqafim miqve dhe shoqeve tuaja të ngushta, meqense po flasim për miqësi dhe për shoqëri. Ne do të sillim tani, wow, Lady Marmalade, e shohim. Kur fillon kjo kënga më duket sikur ku dëgjoj sikur po bëhet një lajmëri që po shpërthen lufta me thënë drejtë. Se ku e gjet Xhulio një version që flet një british kështu i thekur fare, nuk e di me thënë drejtë. Gjithsesi, tani erdhi ftohti, erdhi dimri, kjo është më se sigurt, kështu që vjen kjo pjesa ku nuk ka më shal jashtë, mua s'pëlqen fare për këtë arsye dimri, duhet të rish sa më ngrohtë sa më mirë brenda në shtëpinë tënde, kjo është më se sigurt. Ama sipas studimit, janë disa probleme që i ndeshin vetëm femrat, e ka vetëm gozë, kështu që çuna bëni mirë të mbyllni të veshët, nëse doni. Ose interesoni për problemet që mund të ndeshte, mund të ketë dashura juaj, pse jo. E para njëri ju sahet dhe ju qahen buzët, o sot sa e kuptoj në këtë pjesë, dhe e kam vdekje se unë jam këto që përtoj 30 sekonda duke dyer buzët, nuk e duroj dot. I bëj një herë nxjerrja shkonturë mëngjes dhe nuk e bëj më 2 herë. Së dyti, lëkura e thatë prej të ftohtë dhe ti harxhon 2-3 lloj dhe pak kremra në muaj për të mbajtur lëkurën paksa jo dhe aq të thatë sa ta krijon stina e dimrit. Sigurisht, problemi më i dëgjuar vërdall është ai i flokëve, do t'i pjastrosh të elektrizohen, të bësh kaçurira bie shi dhe të bëhen lëmë, kështu që nuk dim se çfarë të bëjmë me flokët. Tualeti apo make-upi nuk rri mirë nga shiu, nga era, nga ftohti, nga shumë arsye prishet e gjithë kohës, dhe shumica e kohës hunda është shumë e kuqe për të ftohtit. Ju ato që janë pak esmere, sa mirë se nuk ju dallohet skuqja e hundës, kështu që jeni me fat në këtë segment të jetës. Nuk mund të veshësh asnjëherë ato që do, sepse është më drejt shumë ftohtë, dhe të duhet një 40 minutë apo edhe më shumë të shëndosh para garderobës, jo po kjo më shkon me këtë, kjo nuk më shkon me këtë. Për shumë arsye, sepse para s'kem më shal jashtë, e kam thënë miliona herë, dhe e dyta, nëse vesh shumë rroba është më e vështirë për të kombinuar. Unë çmend, kam çdo ditë që vi vonë sepse nuk di çfarë të vesh dhe çfarë të bëj. Si pasojë e ftohtit sigurisht. Okej, po të kisha patur trupin e Jennifer Lopez, mbas nuk do vrisja mendjen fare. Kështu do të paktën Jenny from the block, ne shohim tani. I need you. When I see we keep wasting colors, maybe. Unë do bëj një kërkesë që këtë këngë mos na e vendosësh, mos na vullim gjumë, të lutem. E pothuajse çdo ditë na e vendos të këngën dhe kjo është një rinull, po pak më e modernizuar. Ma beson, asgjë personale me atë që kanë krijuar këngën. Jemi tek pjesa, një ndër pjesët e preferuara të Fan Day. Tani, unë dua shumë kafshët pa diskutim, edhe njerëzit që duan kafshët, u kujdesën për kafshët, kam një debulez dhe kundrejt këtyre të fundit. Për gjithë miqtë tanë me katër putra, ne kemi marrë një listë tjetër tani që kur kemi filluar sezonin e ri, bëhet pjesë kështu nëpërmjet disa inserteve, Life is better with friends. Është shumë e sigurt, jeta shumë e mirë me miq. Këtë e di shumë mirë dhe Redi Roshi që kemi shumë xhan i cili përgatit kështu me shumë dashuri çdo të mërkurë dhe sjell një insert ku në fokus ka kafshët për të ardhur ndim gjithë ju që keni një kafshë në shtëpi. Dita e sotme është e gjithë vëmendje tek macet, për gjithë ju që keni mace, dhe me detaje shumë të këndshme, me prezencën e shumë maceve dhe shumë jastikeve dhe shumë ngjyra në insertin e radhës, ai do të sjellë të kuptojmë si të pastrojmë sytë e maceve persiane. Më saktë dhe më mirë dhe me delikatezë, me shumë dashuri, Life is better with friends vjen nga Redi Roshi tani në Fan Day. Mirë se keni ardhur në Life is better with friends, dhe siç mund ta kuptoni dhe nga gjithë kjo gjullurdia që po bëhet këtu, sot do të flasim për macet, po specifikisht për macet persiane, pasi janë faktikisht macet më të përhapura në treg. Të gjithë
thuajse i kanë në shtëpitë e tyre, edhe mund të ketë shumë njerëz që njihni që kanë një mace persiane. Për 14 vitesh besoj se janë lider në tregun shqiptar si macet e racës në shtëpitë tuaja. Dhe një gjë që kanë specifike macet persiane është që ato duhet të pastrohen nga syt. Edhe është pjesa e tyre pak më delikate, pasi gjithmonë te pjesa e syve i bën disa pjesëliqe dhe ato duhet të pastrohen. Kështu që sot kam për të shpjeguar se si duhet pastrohen syt e një mace persiane. Është shumë e thjeshtë, mjafton vetëm të na duhet pak ujë, pak pambuk edhe çdo gjë ka për të realizuar. Siç po ju thoja më përpara, kjo është ajo që neve do na duhet. Pra, pambuk dhe ujë i ngrohtë. Po uji duhet të jetë i ngrohtë, jo i nxehtë as i ftohtë. Dhe vetmja gjë që do na duhet, nëse keni edhe çaj kamomil, është akoma dhe më mirë të përdorni. Pra, do marrim pambukun, do ngjyrim te uji, edhe do marrim macen dhe t'i hapim syrin këtu, pa frikë. Opa. Syri duhet hapur sa më shumë, në mënyrë që të pastrohet sa më mirë të jetë e mundur. Dhe gjëja më e mirë që duhet bëni, jam atë s'po qëndron shumë. Okej. Gjëja më e mirë që mund të bëni është që të përdorni nga një pambuk për secilin sy. Kështu që marrim dhe pambukun tjetër. Dhe fillojmë me syrin tjetër këtu. Normalisht, kur ju doni të kryeni çfarëdo lloji gjëje te maca juaj, si të jetë prerja e thonjve, ose pastrimi i syve, ose edhe pastrimi i veshëve, gjë që është shumë e rëndësishme, edhe ndoshta më vonë mund t'i lani dhëmbët, që mund të jetë diçka pak sfiduese në fillim. Duhet të keni parasysh që maca duhet të jetë sa më e qetë. Pra krijoni një ambient të qetë asaj. E mira do ishte të jepni diçka për të ngrënë përpara, të ndihet mirë, ta keni përkëdhelur pak, ta merrni me të mira dhe kur jeni pasi keni filluar të përkëdhelni dhe të dëshironi me njëri tjetrin, atëherë mund të filloni të bëni çdo gjë. Maca juaj do lejoj edhe do ndjeheni shumë herë më të sigurt. Praktikisht çdo gjë që ju duhet të dinit mbi pastrimin e syve të një mace persiane. Ndoshta herës tjetër mund t'i surprizoni miqtë tuaj dhe të shkoni ju që t'ja pastroni. Apo jo? Ndërsa kjo kënga që po dëgjojmë tani është këngë sherri, ma besoni që është këngë sherri, si nëse kam thënë se të fjalën. Edhe çuna do të bëni gati të shkojmë të japim ndihmë Jay-Z, sepse Jay-Z është në telashe. Se lanë ra telashet, njerë thonin që ka tradhtuar Beyoncé. Jo, e para që e nisi njëherë është ajo që i dha dru të mirë në ashensor solaz, motra Beyoncé, që ja futi me këpucë, me sandale, me çantë. Besoj e mbani më super skandalin në ashensor të disa kohëve më parë. Pastaj u sul gjithë bota kundër Jay-Z me idenë që ky ka tradhtuar Beyoncé dhe limonada e Beyoncé ishte e gjitha për Jay-Z. Një tjetër sherri vjen në horizont tani më, ky është në fakt ka të bëjë të konvertohet një padi që i ka dhënë shtëpia diskografike e Prince dhe di kush është motivi që ta shpjegoj mirë se dhunë me zi kuptova 3 herë kam lexuar edhe le të themi që e kam kuptuar. Tani kompania muzikore që ka, kompania diskografike e Prince ka raportuar kështu një padi kundrejt sepse platforma Tidal që e ka Jay-Z ka transportuar kështu të gjitha këngët e Prince, ndërkohë që në kontratë ka qenë që të transportonte vetëm albumin e fundit. Tani nuk e di, mua më duket sikur thjesht janë ulur ato njerëz, ka qëndruar një 3 orë dhe ka thënë hajde gjejmë një arsye pse ta padisim Jay-Z, duke qenë se le të themi që llogaritë e tij bankare janë pak në shpërthim sipër. Po pak fare, ama ta mendojmë që le të gjejmë një arsye se si ne ti vëmë një padi Jay-Z. Kështu që janë akoma në diskutime, a çfarë do bëhet, a si do shkojmë muhabeti, nuk e di, por gjë është e sigurt. Jay-Z ka mbështetjen e Beyoncé, që është më se normale, dhe çfarë lloj gjëje që ndodhi, sa herë të futet të dalë nga gjykata,
Këtu e keni me foto të deklaruar edhe me lajm edhe në INTV.al, kështu që mund të gjeni aty informacion të shumë rreth kësaj çështje dhe procesit gjyqësor se si do të shkojë. Padia kërkon që të dëmtojë t'i dalë ndër të tjera, të ndalojë transmetimin e gjithë muzikës së prisë në këtë platformë. Fola kot nuk i kërkon ka lekë, tregova shumë e keqe siç duket, tipike e jona normalisht. Gjithsesi ne jemi me të drejtën. As me Jay-Z, as me kompaninë e Prince, ne jemi me të drejtët, çfarë do të ndodhi, ne I përshëndesim nga këtu nga Fan Day. Do ta sillim tani Jay-Z së bashku me Alicia Keys, të shohim. Meqense edhe në Facebook po flisim për destinacionin më i të momentit, unë kam një ide tjetër. Destinacion shumë i gjithmonë është shtëpia dhe ngrohtësia që të fal shtëpia, edhe njerëzit që ti ke afër që janë familjarët, pa diskutim me dashuri që nuk shteron kur. Prandaj dhe gjërat e bukura që ne sillim në INTV do ju shtojnë dëshirën për qëndruar në shtëpi rehat me batanie edhe me çaj, pse jo? Me popcorn, me byrek, me çfarë të doni ju, dhe me gjithë gjërat e bukura që nisin nga ora 17:00 me Once Upon a Time ose nuk e di pse e them anglisht ku unë I bëj lëmë të emrat anglisht. Na ishte një herë është ndryshe, ku sjell një serial shumë të këndshëm që ka fituar zemrat e secilit për ju, që kam vënë edhe nga komentet. Një orë më vonë jeni në shoqërinë e Alfios dhe Tindritit me krip dhe piper, ku çdo ditë nga hëna të premte ato sillen nga një recetë të bërë me shumë dashuri dhe shumë të këndshme dhe shumë interesante. Kështu që mos u humbisni mundësinë për të parë çfarë recete kanë sot për ju, për ta gatuar pastaj ju për njerëzit tuaj të dashur. Krip dhe piper, Alfio dhe Indriti vinë në 18:02.00. 30 minuta do të qëndroni me djem, pastaj pas 30 minuta është takimin tjetër ua kam lënë me Ilirin, me edicionin informativ të 18:30-s, ku sjell lajme në çdo sferë dhe fushë të jetës. Trejat, takimi shumë I këndshëm dhe I shumë pritur për gjithë ju, vjen në orën 19:00 me Rudhi dhe Mateon. Kush e di sa e sa nga çmunduritë e tyre I kanë rezervuar për t'i ndarë me ju sot dhe për të kënaqur së bashku me ta. Është edhe Tekun, është intervistat e këndshme që bën Ariola me personazhe shumë të rëndësishëm dhe të njohur të showbizit shqiptar. Në orën 20:00 vjen Tekun, do shkojmë gjithë tek Ariola, për ta mbyllur kështu në darkën 21:00 me Sinemania, ku është një tjetër film shumë I këndshëm për të mos e humbur dhe këtë të fundit, kështu që merrni miq të shoqërinë dhe këtë doni dhe ndiqni këtë film që do të vinë në darkë, sikur çdo darkë ne sillen filma shumë të këndshëm, I takojnë Sinemania apo thriller apo romantik apo çfarë do lloj versioni dhe zhanri tjetër kinematografik. Tani, kjo kënga që vjen është shumë e rrezikshme, po shumë më e rrezikshme. Nisur nga titulli është David Guetta me Dangerous, e shohim. Kam përshtypjen e përcollëm dhe të mërkurën edhe mesin e javës, praktikisht kështu I bie dhe qëllon tjetë. Para një vishuni mirë, se shumë ftohtë, e qëndroni ngrohtë në shtëpi, edhe mbaroni punët që keni për bërë, mos u vërdallisni shumë, se nuk është gjë e mirë. E dyta, që shumë e rëndësishme të dhuroni dashuri është gjëja më pak e kushtueshme në botë dhe më shumë e kërkuar. Ndër të tjera, edhe sa më shumë dashuri dhuroni më mirë, s'është nxit se kjo, e qeshura edhe e qara që bëni mirë mos e bëni. Ore Aris, si e? Mirë? Kam thënë, jo më larg se di që si kam qef ato fokuset. Apo sidomos sot që kam kapur dhe flokët, të faktë kur I kam flokët e gjata, kamuflohem disi dhe nuk dukem se si jam në të vërtet. Tani më pëlqen, je gati? Se se kishim bërë. Se kemi dhe pak të qarë këtu dhe është shumë spontan. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur, mbyllë edhe mërkura shumë këndshëm. Tani, dua edhe një parakalim sensual strisha që ti me gjithë lumtur. Kështu që le të kalojmë së bashku si në Facebook, si në Instagram, si në Twitter, si në kanalit tonë YouTube dhe në website-in INTV.al. Në të gjitha rrjetet e mundshme sociale. Mjafton që ti të ndihesh in for live, të bësh atë zapin e këndshëm me smartphone-in tënd. Edhe në rastin se ke ekranin të tyre që kam unë sot, po kjo është çështje tjetër dhe shumë jo e rëndësishme ndër të tjera. Në INTV.al/top 10 ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar, dhe sepse mos harroni që jeni ju ato që vendosni kush janë 10 këngët më të mira të javës, ku ne sillim top listën dhe chartin muzikor Like Top 10 të premten këtu në pjesën e dytë në Fan Day dhe të dielën në mëngjes në 105.7 në In Radio. Ne takohemi së bashku duke I ridëgjuar këto këngë nga vendi 10 tek vendi I parë me mua Fatmën aty dhe me shumë qejf dhe me shumë gallata. I mbaruam gjitha, më folëm për showbizin, për shoqëritë e showbizit, çfarë që theme bëm, këngë soll, nuk na mbeti më gjë tjetër pa bërë vetë se t'ju dërgojmë shumë putje nga studiot e Fan Day, t'ju lëm takimin e nesër në 15:02.00. Mirupafshim, bëni qejf.